Një raport i bërë nga Komiteti i Odës së Avokatëve për të drejtat e njerëzit i Anglisë dhe Walesit ka nxjerrë në dritë shumë parregullsi dhe padrejtësi të dhomave të specializuara të Kosovës në Hag, ku po gjykohen Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe janë dënuar edhe disa të akuzuar të tjerë për krime lufte. Sipas këtij raporti të bërë me kërkesë të Avokatit të Popullit nga Komiteti që merret me mbrojtjen e të drejtave të avokatëve, gjykatësve dhe mbrojtësve të drejtave të njerëzit në mbar botën, Specialja ka dështuar në misionin e saj. Sipas Avokatit të Popullit, Naim Qelaj, vazhdimi i paraburgimit dhe refuzimi i mundësisë për lirim nga paraburgimi janë elemente që kanë cënuar procesin në Hag. Raporti evidenton shqetësime serioze lidhur me kushtëqarjen e paraburgimit, mungesën e mundësive reale për lirim të parakohshëm dhe kufizimet e komunikimeve familjare por edhe ato profesionale, pra me ekipet e mbrojtjes. Sipas Qelajt, më shqetësuese është deklarata e prokurorit që ngriti aktakuzën Jack Smith për ish-krerët e UÇK-s. Jack Smith, i cili pastaj përveç që thot paragjykojnë për rreziqet, për mundësinë që kanë me ndërhyje me ndiku personat e akuzuar, potencialisht akuzuar në këtë proces, ai thot këta kanë mu dënu me dënim të përjetshëm. Dhe nëse misioneve diplomatike, kryetarës së gjykatës, atyre që e financojnë dhe atyre që vendosin, një prokuror u thot që këta kanë mu dënu me dënim të përjetshëm, ndërsa në anën tjetër gjykata aprovon, nuk e demanton, nuk e kundërshton, natyrisht për mua, si jurist, si qytetari i Republikës Kosovës, po edhe si avokat i popullit, ngrit nivelin e alarmit sa i përket shqetësimeve nëse kjo gjykatë vërtet është duke të ndarë drejtësi. Qelaj ka theksuar se ky raport do t'u dërgohet misioneve diplomatike, Këshillit të Evropës, Parlamentit Evropian dhe institucioneve vendore. RTK ka kërkuar qëndrime nga Gjykata Speciale, Zyra e BE-s në Kosovë, si dhe ambasadat financuese të gjykatës, por të cilat nuk kanë kthyer përgjigje për të gjeturat e raportit.